Deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj votoi kundër projektligjin për lobimin në Republikën e Shqipërisë. Ai theksoi se sipas parimeve të qeverisjes së mirë, lobimi duhet të jetë transparent, i bazuar në evidencë dhe i nënshtruar mbikëqyrjes demokratike. OECD dhe Bashkimi Evropian e konsiderojnë rregullimin e lobimit si element kritik për integrimin e vendimarrjes publike. Lobimi kur bëhet sipas rregullave është praktike e njohur, por kur ai kalon përmes individëve të komprometuar, kanaleve jo zyrtare, pagesave financiare jo transparente, si dhe marrëdhënieve personale të dyshimta, ai pushon si që një diplomaci dhe shndrohet në problem të mpret shtetëror, thot Leskaj. Për të ndërtuar imazh ndërkombëtar, aktiviteti i lobus është degraduar në skandale dhe oferta okulte me pasoja serioze në dëm të kredibilitetit të vendit. Lobimi qeveritar në Shqipëri ka qenë karakterizuar nga centralizim politik, mungesë transparence, qoftë edhe formale, deficit llogaridhënie dhe mungesë vlerësimi sistematik, duke u distancuar nga parimet e lobimit të përgjegjshëm të promovuar nga OECD, BE apo dhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, si dhe kufizon kredibilitetin institucional të shtetit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Ndër arsyet e tjera pse unë do votoj kundër këtij projektligji është skandali i lobimit me Gonigal është më i errti dhe më i rrezikshëm i periudhës së tranzicionit në Shqipëri dhe ju ende si mazhorancë nuk e pranoni këtë skandal. Duke vepruar tërësisht në mënyrë jo transparente dhe pa pranuar asnjë kontroll, Rama e ka shndruar aktivitetin lobus në afera të errta dhe të rrezikshme për shtetin shqiptar. Kulmi i kësaj rruge të rrezikshme është skandali me Gonigal, i cili hodhi dritë mbi një sistem ndikimesh që operonte larg transparencës dhe llogaridhënies. Skandali me Gonigal, një zyrtar i lartë i FBI-s, i dënuar nga gjykata në SBA për shkelje të rënda etike dhe ligjore, ekspozoi pikërisht përdorimin e ndikimit informal të kryeministrit për interesa të errta politike të tij, për goditjen dhe dobësimin e opozitës, duke e futur Shqipërinë në një narrativ të rrezikshme ndërkombëtare. Një shtet serioz lobon përmes ambasadave, kontratave transparente dhe kanaleve zyrtare. Për të goditur pabesisht opozitën e vendit të tij, Rama zgjodhi një rrugë tjetër, lobimin personal, informal dhe të rrezikshëm, i cili kulmoi me përfshirjen e Charles me Gonigalit në nxitjen e hetimeve për demonizimin dhe denigrimin e opozitës së Partisë Demokratike. Sipas deputetit demokrat Bujar Leskaj, qeveria Rama nuk ka sqaruar kurrë plotësisht çfarë marrëveshjesh konkrete ka pasur me fondacionet Soros, çfarë roli kanë pasur individ të lidhur me këtë rrjet në vendimarrje, si janë përzgjedhur ekspertët dhe drejtuesit e institucioneve të reja dhe pse ky rrjet ka pasur akses të privilegjuar në proceset shtetërore. Paralelisht për të 13 vitet në qeverisje, sekti Rama ka ndërthurur pushtetin me një rrjet ndikimi të lidhur me formacionet e manjatit financiar George Soros, të denoncuara nga presidenti amerikan Trump si organizat për të tuetuar, duke shndruar bashkëpunimin me shoqërinë civile në Shqipëri në instrument politik. Në çdo demokraci, fondacionet dhe organizatat jo qeveritare kanë rol këshillimor dhe kritik. Në Shqipëri, në qeverisjen Rama, një pjesë e rrjetit Soros ka vepruar si pushtet paralel, duke ndikuar drejt për drejt në hartimin e reformave kyçe, në përzgjedhjen e elitave institucionale, në narrativën publike dhe mediatike, si dhe në delegjitimimin sistematik të kundërshtarëve politik. Kjo nuk është shoqëri civile dhe lobim, është ndërhyrje strukturore në shtet. Shembulli më i qartë i këtij ndikimi okult është reforma në drejtësi, e paraqitur si reformë historike dhe një nevojë e vendit ton, ajo u ndërtua dhe u mbrojt politikisht nga një rrjet aktorësh të lidhur drejt për drejt me fondacionet Soros. Problemi nuk është ideja e reformës, reforma ishte domosdoshme, por monopolizimi i saj.